Po, kam kolegë, kam njerëz bashkëpunëtor, mirë po janë shumë mirë kuptues edhe ndër vite, se më kam bë gati 15 vjet që punoj në këtë industri, ndër vite i kemi eduku, mjaftueshëm, ja u kemi mësuar çfarë fikun e halalit edhe haramit në punën e dizajnit, ka mirë, kështu që e din edhe për çka me na thirr tash edhe çka jo, se nuk janë veç vet, kur po flasin shumë janë edhe disa djem tjerë muslimanë që bojnë të njëjtën gjë. Domethënë, po janë shumë edhe këta që mujnë me paragjyku në konceptet e tyre jetësore është okay me punu një reklam për një birë. Se koncepti i tij është fokusi i tij është në outputin, domethënë në nxjerrjen e një produkti të mirë. Po unë përveç produktit të mirë, mediatik, reklamës ose çka të qoftë, jam i fokusuar edhe në mesazhin që e përçon çaj reklam. Domethënë ka shumë sene që mundet me kanë reklam komplet për çokoladë, po nëse vizualisht ka gjëra që mu nuk rezonojnë me besimin tim, i them jo. Edhe pse produkti është halal, çokoladë.